Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me zemër dhe uroj që kjo ditë të jetë e mbarë në ecurinë e gjithë secilit. Gjithmonë kur prezantoj të ftuarit, kam parasysh ecurinë e tyre. Kam parasysh atë përditshmërinë, hapat, përpjekjet, sukseset. Por sot kam një kënaqësi shumë të madhe, sepse prezantoj një artiste 17 vjeçare, e cila me hapat e saj, të cilat janë shumë të suksesshëm, ka rëmbyer gjithmonë vendet e para në çdo konkurs ku ajo është paraqitur. Absolute. Ajo e nisur nga Shkodra, sepse është shkodrane me formimin e saj të parë këtu, e ka përcyer qytetin, ka kaluar në krye qytet, por me suksesin e saj e ka përcyer kufirin shqiptar, madje edhe europian, dhe kohët e fundit përsëri ka rrëmbyer vendin e parë në një konkurs të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi pikrisht në këtë periudhë fitoi çmimin absolut në konkursin Tirana Talent dhe çmimin special Chopin. E pasi kishte kaluar të gjitha detyrimet si nxënëse, përsëri absolute, ka realizuar një masterclass duke radhitur kështu disa të tilla në Shqipëri dhe jashtë vendit. Me mua, sot në studio, është pianistja Nicole Tuka. Mirëmëngjes, Nicole, mirë se ke ardhur. Për ftesën. Më vjen shumë mirë që të kam kaq pranë dhe më vjen t'i puth duart e mrekullueshme me të cilat ke mbërritur gjithë këto suksese. Besoj se ndjehesh mirë apo jo? Sigurisht edhe në këtë vit pandemie, kesh arritje ishte një gjë shumë emocionuese, sepse vim për një vitit ku deri diku as nuk ishte shpresë për aktivitete muzikore, edhe sigurisht ishte një lloj satisfaksioni për mua që punova dhe mora një farë shpërblimi në fund. Po ajo që unë po e nis nga një finale, nga fundi po e nis sepse është një sukses i mbreslënës, ke fituar çmimin e parë në një konkurs të zhvilluar në Texas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cilësuar pianistja më e mirë. Si ishte ky konkurs, si u përfshive, si erdhi tek ty kjo pjesëmarrje e radhës? Erdhi pak paprit mas erdhi, faktikisht ishte një konkurs që ma tregoi profesori i pianos dhe tha, pse jo that mos çosh një video se këto organizohen online edhe mund arrihen më kollaj se sa me po të bëhet live, sepse duhet shkosh në Amerikë. Kështu që thash, okay, pse jo, edhe e bëna videon jo me pritshmëri të larta, faktikisht nuk prisja çmim parë, edhe thash, okay, s'ka problem, kur pash që kisha fitu çmim parë, nuk... Po mos kalo me një herë të fitoria, sepse mua tani që më thu, duket sikur më rre zemra se si u përfshive pikrisht me tingujt e pjesëve tuaja. Çfarë luajta? Luajta kohën e parë të sonatës numër 30 Beethoven, edhe me Fistovals Liszt numër 1. Dy kompozitorë të mëdhenj të cilët natyrisht me muzikën e tij shprehin të gjitha nuancat më të mrekullueshme të tingullit, por edhe të ndjesive, apo jo? Po, faktikisht të dyja veprat i zgjodha që të ishin edhe pak kontrastuese me njëra tjetrën. Edhe të mbulonin, si të them, teknikat ndryshme, mënyrat ndryshme interpretimi.
të luash Beethoven do të thotë të përfshish gjithë tastierën. Po. Edhe të luash Liszt do Edhe të Liszt. thotë të zotrosh një teknik shumë të lartë. Besoj se këto janë vetëm pak cilësi të këtyre kompozitorëve të cilat janë të famshëm, por t'ju vlerësove pikrisht me një shkallë të lartë, qoftë vështirësia, qoftë të realizimit, apo jo? Po, sigurisht sepse pjesa mund të jetë e vështirë, por si luhet ka rëndësi. Dhe këto pjesë i kisha në dorë, do më thënë një repertor që ti e mban edhe vazhdimisht e luan, e ke të gatshëm për çfarë do lloj mundësie që t'jepet. Po, faktikisht ishin pjesë të programit vitit, edhe që në fillim vitit, edhe bashkë me profesorin, mendojmë që programit i përshtatet pak a shumë edhe minutazheve që kërkohen te konkurset ose programit ato që janë të detyrueshme për me lujt. Edhe zgjodhem këto dyja se na u duken më të përshtatshme edhe për... Me cilin profesor punon aktualisht? Unë studioj me profesor Herton Mikelin. Një profesor shumë i përkushtuar, shumë i gatshëm. Tashmë në Liceun Artistik të Tiranës. Po, që në vit parë vendosa me kalu në lice të Tiranës. Diçka që të impenjon më fort, apo thjesht është një vazhdimësi e punës tënde? Impenjim është sigurisht më tepër, sepse edhe numri i nxënësave është më i madh, sigurisht edhe konkurrenca, po besoj që ishte zgjedhja e duhur. Do të ndalemi pak më vonë, po nuk dua të humbas përsëri në emocionet e këtij konkurimi, i cili ka qenë ndërkombëtar. Po. Merrnin pjesë pianistë nga shtete të ndryshme, Nga gjithë bota, po. Nga gjithë bota. Një numër i madh konkurrentësh? Po, ishin mbi 100 konkurrent. Mbi 100 konkurrent dhe Nikol në vendin e parë. Ndërsa juria ishte... Juria ishin të ndryshëm, kishte amerikan, kishte japonez, kishte spanjoll, duket. Ti e realizove shpejt videon apo bëra disa dubla? Kjo është një problem që në skenë nuk shfaqet, pra në konkurse live nuk ndodh, sepse në konkurs live ti del lun edhe aq. Kurse me video ka tjera kërkesa, do më thënë në video hiqet elementi emocionit, por prapë është ideja që duhet perfekt, sepse juria kur hap videon mund ta shohin sa herë don, edhe gjithë çka duhet të jetë e kalkuluar në mënyrë perfekte. Edhe duhen orë shumë gjata që me arrit atë nivelin e regjistrimit. E dërgove videon dhe konkursi zhvillohej pas disa ditësh, apo ja? Erdhi përgjigja. Si ishte ky moment? Faktikisht nuk e prisja aq herët përgjigjen. E dija që do vinte atë ditë, po e hapa emailin rastësisht, edhe pash që kishte ardhur përgjigja dhe kisha frikë me hap atë, edhe kisha ngel kështu, ta hap e mos ta hap, edhe thash, okay, kur pash çmimi i parë, u stepa, edhe i them gjyshes, kam fitu çmim parë, edhe nuk më besoj në moment parë, po tha, tha, si ka mundësi, se, si që thash, nuk është se e prisnim çmimin e parë. Pavarësisht nivelit të regjistrimit edhe e dija që ishte mirë, po prap në Amerikë ishte... Ti je shumë modeste, e kam vënë re edhe herë të tjera, por kjo është një mrekulli. Pas gjyshes erdhi edhe gëzimi u përhap në familjen tënde. Po, edhe e postuam edhe në Facebook, edhe shumë miq po na uronin edhe ishte... Mami, babi... sa s'fluturuan. Natyrisht çdo njeri që e mori vesh se pikërisht Nikol ka fituar çmimin e parë në një konkurs,
ndërkombëtar me mbi 100 pianistë, me një juri internacionale, me një konkurim që nuk ka asnjë mik, asnjë mundësi, apo jo, është thjesht ai vlerësim është eksakt, apo jo. Sigurisht se edhe distanca me video në Amerikë nuk ishte asnjë mënyrë, as kontakti, as nuk bëhet fjalë. Tani kjo fitore natyrisht rrezatoi brenda teje, të dha një ndjesi. Sigurisht edhe më dha shtys për me vazhdu me studiu, sigurisht. Ti menjëherë edhe pasi e more çmimin e lajmërimin u derdhe përsëri edhe herë në piano. Po, sepse nuk mund të lehet. Çfarë motivimi I mrekullueshëm. Ndërkohë që pikërisht në këtë periudhë paska qenë një fundviti shkollor I mrekullueshëm për ty, ashtu siç është edhe në vitet e mëhershme. Por kur janë disa aktivitete që mblidhen dhe kulmojnë me suksese, të bëjnë akoma më optimist. Ke fituar çmimin absolut në Tirana Talent dhe njëkohësisht çmim special Chopin, 2 çmime. Një konkurs që për nga shkalla dhe niveli edhe I profesorëve vlerësues janë nga më të lartët në Shqipëri. Besoj se ka qenë përsëri një gjë e mrekullueshme për ty. Ishte gjë e mrekullueshme sepse ishte edhe konkursi I vetëm që u organizu live. Edhe mas një kohët kaq gjatë, them drejtën, kisha dhe emocione, se kisha shumë kohë që nuk delsha me lujt në skenë. Të mungonte publiku. Normalisht edhe kisha frikë se edhe pjesa shumë e vështirë dhe a do ta maj deri në fund. Po çfarë ke interpretuar, çfarë ke luajtur? Në Fistovalsin faktikisht luajta edhe aty, sepse është pjesë për madhore. Për të bërë efekt shumë të mirë edhe si të them e godit publikun. Absolut. Dhe pikrisht antarët e jurisë, të cilët janë muzikantë të mirënjohur, siç janë Radovani, Selita, Nadjeshtra, nëse nuk gaboj, ato dhanë vlerësimin më të lartë për ty. Ishte përsëri një mrekulli e cila u festua, I festonte gjithë këto arritje? Po, I festoj deri diku faktikisht se nga që jam mësu edhe shumica 2 ditë zgjat ai emocioni I çmimeve, se pastaj duhet të kthehem në jetë normale, vazhdoj me punën. Dhe kjo, megjithse ti je një vajzë e re, je mbrojtur që në hershmërinë tënde me studimin, me pianon, ke pas një motivim të mrekullueshëm dhe kjo jo e detyruar, por gjithmonë se të ka tërhequr, të ka thithur si magnet, apo jo? Po, faktikisht kur isha vogël, normal fëmijët duan atë, si të them, jashtë detyrimit, lojën për studim. Po vitet e fundit kuptova që nuk ka pse të ketë shtys, nuk ka pse të jetë dikush që të thotë ulu me studiu, sepse ajo është, unë studimin e bëj kryesisht për vedi, për arritjet e mia, dhe po të mos jetë studimi, nuk këto arritje nuk do të ishin. Natyrisht në ecurinë e hapave tuaj ka shumë ndikim, qoftë familja, ambienti familjar, muzikantë, të cilët njerëz të artit, të cilët kanë kontributet e tyre, por edhe mësuesit tuaj që në hershmëri. E tani një profesor që lidhet me shkollën në liceun artistik, apo jo? Po, sigurisht mësuesi është mbështetja më e madhe në karrierë edhe
gjej rastin me I falënderu edhe zyçdorinë që kam pasur në Shkodër se deri në klasë 9 kam shtet pafund, edhe profesor Hertonin që gjithmonë është gati me punu, thot merr pjesë vështira, unë jam gati për me të ndihmu. Ajo që është e veçantë dhe më bën përshtypje, përveç seriozitetit e modestisë njëkohësisht, impenjimit, është se ti sapo mbarove vitin e parë të shkollës së mesme dhe ke zgjedhur vitin e dytë faktikisht, po. Po. Viti I parë ishte pandemi, po. Dhe ke zgjedhur liceun artistik të Tiranës, që do të thotë një jetë më e pavarur, por ajo që më ka tërhequr vëmendjen dhe që është tepër e dallueshme është që Nikol Tuka është ekselente në të gjitha landet, me të gjitha vjeta, duke qenë edhe jashtë shtëpisë tande, jeton në Tiranë, e motivuar, të duket sikur je më e pavarur, por shumë e organizuar. Si ke mundur pikërisht ti balancosh të gjitha dhe të arrish maksimumin? Po, unë me 10 faktikisht isha dhe në Shkodër, po kur shkova në vit parë thash, okay, nëse ka ndonjë 9 ose 8 nuk do shqetësohem. Po kur pash që mund të arrija me pak përkushtim, thash shumë mirë, edhe vazhdova kështu, edhe këtë vit, domethënë me gjitha 10-ta, ishte e vështirë edhe për mësimit online, po sigurisht edhe mësuesit me këto video leksionet janë mundu me na ndihmu, po prap puna e pavarur ishte gjëja kryesore në këtë kohë. Ndërkohë që ti je me sa shoh e kuadratuar përgjatë gjithë ditës me një motivim në të gjitha aspektet e saj. Nuk lë asnjë gjë të shkoj, studion maksimalisht dhe me rezultat të shkëlqyeshëm, por edhe mësimet. Si organizon ditën ti? Ka ditë që edhe ajo dëshira për me mësu nuk është që madhe, po mundohem që të paktën për ditë nga pak duhet me ul. Kurse për pianon sigurisht orët e studimit janë të padiskutueshme. Për mësimet e përgjithshme mundohem me mësu aq sa mundem, edhe ndërkohë ke mbërritur në të gjitha 10. Po. Besoj se prindrit, por jo vetëm, po ato që janë krejt afër teje, janë shumë krenar për ty. Si e shprehin? Po, e shprehin se dallohen që janë krenar për mu, po edhe ato e din që unë I arri këto, edhe nuk është se pres që, si të them, si një nxënës që nuk është aq I mirë edhe pret që po japin dhurata. Nuk është se nuk funksionon ashtu. Sa bukur. Do më thënë, çdo arritje jotja është arritje e radhës. Sepse pas një stacioni ka një stacion tjetër. Nuk ka fund kjo ecje. Normalisht, sidomos edhe pianoja nuk ke një arritje, po duhet me pa për ma tej. Kjo është ajo që të bën vazhdimisht të ecësh edhe të kesh shkallë të tjera të arritjes dhe të suksesit. Nikol, gjatë kësaj periudhe, me shumë dashuri dhe modesti, ke marrë pjesë në një masterclass të organizuar nga artistja mirënjohur, pianiste, dirigjente, por jo vetëm, një muzikante e shkëlqyer, e cila më së shumti jeton në Gjermani, por e ftuar edhe nga Tirana artistike, Elda Laro. Një masterclass I cili besoj ka qenë një stacion I veçantë për ty, por jo I vetëm, sepse në vitet e shkuara ke marrë pjesë edhe në masterclass të tjerë të organizuar madje jashtë shtetit si në Gjermani. Si ishte ky trajnim I fundit me Eldën?
Ky masterclass mund të them ishte diçka ndryshe, sepse profesori Shelda vinte për herë të parë për masterclass në Tiranë, edhe shkolla mundsoi që ta bënte këtë masterclass. Ishte një qasje ndryshe, se ne bëjmë si sigurisht pjesa trajtohet, po ajo më dha disa këshilla që sigurisht unë mundem edhe me i zbatu se mos me i zbatu, por e mira është që gjanat diskutohen. Në këtë moment unë gjykoj se kam të bëj me një artiste jo thjesht në formim, por edhe të formuar, siç je ti Nikol, pasi besoj se në lojën tënde, por edhe në muzikën që ndjek, ke një lloj pozicionimi që do të thotë një lloj gjykimi, një lloj qasje, qoftë edhe në zgjedhjen e repertori, qoftë edhe në metodikën që ndjek, qoftë edhe në këndvështrimin artistik. Si ndodh tek ti pikërisht në këtë pozicion? Pra, jo vetëm një pianiste, interpretuese, por edhe një muzikante e formuar. Në art duhet përdor të arsyetumit, sepse edhe profesori në Tiranë më thot unë t'i jap gjanat e gatshme, po deshe, por ti duhet me kriju atë personalitetin muzikor personal, që sikur në radio transmetohet loja jote, njerëzit ta dallojnë që ti je Nikol. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për një artist që të ketë atë autonominë e vet, atë karakteristikat e veta. Natyrisht në këtë momente unë si dëgjuese në këtë pozicion mendoj që nuk kam të bëj thjesht me një nxënëse, përkundrazi, me një artiste e cila tashmë është profesioniste në rrugën e ecjes dhe shumë e vlerësuar. Kjo gjë natyrisht jo thjesht të shton vlerësimin, por për shumë kënd edhe adhurimin për muzikën që bën, për ecurinë tënde, për personalitetin artistik, por jo vetëm. Nikol, besoj se nuk ka pushim, megjithëse jemi në instinkt pushimesh. Nuk ka pushim, sepse po bëna pushim tash, nuk viti tjetër vjen si për gjumër, si them. Se po bëna pushim unë tash, duhet në fillim vitit me studiu etyde, ushtrime, shkallë për më u rikthy teknikisht edhe përderisa truni është në punë dhe vjen mas një pune kaq të madhe, nuk ka pse me bë pushim. Në një koncert pianistik të kam vënë re që gishtat tuaj nuk ishin të qetë, përkundrazi në shumë pjesë ti luaje aty në karrigën ose në poltronin e spektatorit. Kjo do të thotë që ke një njohuri për një repertor të gjerë pianistik, apo jo, sepse ke luajtur dhe luan shumë pjesë. Po, sepse janë 11 vjet piano, gjithë ato pjesë që kam luajt, edhe besoj që duke ndjek pjesën me gishta, me nota, është edhe një mënyrë për me dallu se qa pianisti po lun. Ndërkohë që besoj se në ecurinë tënde do t'jenë përsëri vepra të mëdha. Parapëlqen çfarë rrymë, ku qëndron thjesht e klasikja, sepse të kam dëgjuar edhe në kohën e pandemisë me Tchaikovskin, i cili është një koncert i mrekullueshëm, brillant, gjithmonë personalisht më ka rrëmbyer ndjenjat më të mrekullueshme për muzikën, por që tregon se Nikol i drejtoi një repertori tepër profesional. Çfarë parapëlqen të studiosh pikërisht në këtë verë ose që hedh dritë në ecurinë më pastajme? Normalisht synoj pjesë sa më profesionale, siç e thatë edhe ju. Në verë besoj do të fokusohem më tepër tek etydet, që të kem një përgatitje për
pjesë që do vinë, se vjen edhe diploma në fund vitit, kështu që niveli duhet jetë sa më i lartë i mundshëm, se limitet nuk kanë fund, por sa më lart, aq më mirë. E të jesh pikërisht me këto ndjesi kaq modeste, ndërkohë që rezultatet janë maksimale, është mbreslënse. Ke diçka për t'i thënë dikujt që na ndjek, spektatorëve, njerëzve që natyrisht në këto momente na ndjekin? Unë do thoja që puna shpërblehet. Kjo është gjë që thohet shpesh, por realisht domethënë shpërblehet. Edhe është një gjë që po e kuptoj çdo herë më tepër, sepse karriera ka ulje ngritjet e saj, por gjithmonë nëse puna është e bëme me sinqeritet, shpërblehet gjithmonë edhe arrin. Dhe këtë na e thot një 17 vjeçare, e cila çdo ditë punon, e cila ka një motiv shumë të bukur, artin e saj, muzikën, pianon, e cila nuk ndalet në ecurin me pjesëmarrje, por edhe me vende të para, kudo që ajo hyn. Unë të uroj që të kesh pikërisht këtë crescendo të jashtëzakonshme. Ti gjithmonë ke qenë në vendin e parë, por me këto pjesëmarrje gjithmonë ky vështrim i artit tënd vazhdon të rritet, se të fitosh në një shtet të huaj, në një kontinent të largët siç është Amerika. Edhe të marr bursë për shkollimin atje, se një nga mundësit, domethënë risia e këtij konkursi ishte bursa për të vazhduar gjimnazin atje. Po ishte lajmi. Të cilën na e fsheh deri tani me modestinë tënde. Si surprizë po ja, po do ta mendoj si mundësi, sepse Amerika është një gjë e madhe, por si dihet. Ndoshta është mirë që të jesh edhe me familjen tënde, sepse është gjë e mrekullueshme. Ti je një vajzë e vetme, një perlë që ata të mbajnë kaq ngrohtësisht dhe me një dashuri shumë të madhe. Është një ecuri e jashtëzakonshme. Dhe pikërisht kjo studio, e cila nuk është hera parë që të ka ftuar, por që gjithmonë mbart emocione dhe lajme, informacione, skupe të reja, më vjen mirë që njeh rritjet tuaja. Nikol, nuk është thjesht kënaqësi, është shumë më shumë se kaq, sepse gjithë këtyre arritjeve i shtohet modestia jote. Një vajzë krejt e thjesht, por kaq e madhe, me artin, por edhe me madhështinë e personalitetit të saj. Të falenderoj pafund. Edhe unë ju falenderoj që erdhe në studion ton. Ju falenderoj që jeni kaq e gatshme. Po, pse jo? Ta ftoni edhe dëgjoni arritjet tona, të jeni kaq e gatshme që talentet e reja të ftoni. Ma shumë se kënaqësi. Nuk di si ta shpreh, por nesër pas nesër, nuk e di se ku do të ndodhemi. Unë jo në radio, ti do të jesh shumë lart në skena, në pjesëmarrje, në vlerësime. Ta uroj dhe me një siguri të sigurt do të jetë kështu. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit, gjithmonë suksese. Gjithmonë suksese.